Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Shqipëria ka bërë një tjetër hap përpara në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Në Bruksel është zhvilluar konferenca e 6 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, e cila shënon edhe hapjen e 4 grup kapitujve të tjerë për negocim. Shqipëria ka zhvilluar në Bruksel konferencën e 6 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, duke hapur negociatat për grup kapitullin 4, agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Ky grup kapitull përfshin fusha kyçe si tranzicioni gjelbër, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër dhe ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të marrëveshjes së gjelbër europiane dhe prioriteteve strategjike të Bashkimit Evropian. Në konferencën e përbashkët të kryeministrit Edi Rama me Marta Kos, komisionere europiane për zgjerimin, dhe Mari Bjerë, ministre e çështjeve europiane u voteksi, te përparimi i bërë deri më tani me hapjen e grup kapitujve, ndonse reformat që do duhet të ndërmeren nuk janë të lehta. E dim që reformat që ju kërkojmë kandidatët tanë ndonjëherë nuk janë të lehta, kërkojnë ndryshime themelore. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Sigurisht nuk kemi ende në linjën e finishit, ka ende shumë punë që shtrihet përpara nesh, por sot është një gur kilometrik dhe drejtimi është i qartë. Danimarka, duke qenë presidente e radhës, do të bëjë maksimumin për ta çuar më përpara zgjerimin. Kjo është një pjesë e së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, perandori sigurie e sigurimi ku më së fundi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e liritë e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Ndërkaq, Kos theksoi se tashmë priten rezultate në mënyrë që vendi ynë të jetë në gjendje të përmbyll negociatat në vitin 2027. Shqipëria duhet të jap rezultate me reformat, duhet tashmë të sjellë gjithçka që është e nevojshme në mënyrë që të jetë në qendje të mbyll kapitujt. Dhe sigurisht këtë po e bëjmë në ekip. Vizioni i kryeministrit tuaj dhe i gjithë ekipit këtu është i përmbyllim negociatat në fund të 2027-s. E mbështesim këtë vizion. Në fjalën e tij, Rama e konsideroi kapitullin 27 të mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, që është pjesë e këtij grup kapitulli, nga më të vështirët. Për këtë arsye, sipas tij, struktura e re e qeverisë ka një ministri të dedikuar vetëm për këtë sektor. Të njohur me një emër të përbashkët, agenda e gjelbër, kapitull që hapën ditën e djeshme në Bruksel, përfshin transportin, energjinë, rrjetin transeuropian, si dhe mjedisin, por edhe ndryshimet klimatike. Grup kapitulli 4 lidh reformat e transportit të pastër, tregjeve të energjisë, infrastrukturës ndërshtetërore dhe mbrojtjes së mjedisit dhe klimës, që janë shtylla kryesore të agjendës së gjelbër. Hapja e tij vendos objektiva konkrete për parafrimin ligjor, forcim institucionesh dhe projekte investimi me impakt të drejtpërdrejtë në ekonominë dhe cilësinë e jetës. Kështu, kapitulli 14, politika e transportit, mbulon të gjithë llojet e transportit, nga ai rrugor, hekurudhor, ajror dhe detar, me fokus në sigurinë teknike, konkurrencën e ndershme dhe ndërveprueshmërinë. Parafrimi përfshin zbatimin e paketave hekurudhore të BE-s, standardet e sigurisë rrugore e të tjerë. Qëllimi është një sistem transporti i pastër, i sigurt dhe efikas, me struktura të balancuara ndërmodale dhe lidhje më të mira ndërkufitare. Kapitulli 15, që është energjia, përfshin tregun e brendshëm të energjisë, sigurinë e furnizimit dhe rezervat emergjente të naftës, eficiencën e energjisë dhe burimet e rinovueshme, si dhe sigurinë bërthamore e rezatimin. Për këtë kapitull kërkohet regulator energjetik funksionale i pavarur, ndarje e aktiviteteve të operatorëve, rregulla për tregtimin me shumicë dhe mbrojtjen e konsumatorit, si dhe transpozimi i paketës energjia e pastër. Objektivat janë konkurrueshmëria, siguria e furnizimit dhe mbrojtja e mjedisit. Kapitulli 21, rrjetet transevropiane, lidhen me politikat TEN-T transport dhe TEN-E energjia, duke përfshirë krijimin e rrjeteve panevropiane të ndërveprueshme, eliminimin e pagesave dhe parafrimin me standardet apo afatet e procedurave të lejeve për projektet e interesit të përbashkët. Për vendet kandidate, kjo do të thotë planifikimi linjave bërtham dhe të zgjeruara,
prioritizimi i investimeve dhe përgatitje për instrumente si mekanizmi për lidhjen e Evropës, në mënyrë që projektet kombëtare të lidhen me korridoret e BE-s. Ndërkaq, kapitulli 27, mjedisit dhe ndryshimet klimatike, përmbyll kapitullin 4. Ai është një nga më voluminozët, me qindra akte që përfshin legjislacionin horizontal, cilësinë e ajrit, menaxhimin e ujrave, mbetjet dhe ekonominë qarkulluese, ndotjen industriale, kimikatet, ndotjen akustike dhe mbrojtjen e natyrës. Detyrat kryesore janë transpozimi, forcimi i administratave inspektuese, planet e investimeve dhe krijimi i rrjeteve të zonave të mbrojtura. Grup kapitullin e sapo hapur, Shqipëria ka bërë një përgatitje më të avancuar në kapitullin e energjisë, sipas ekspertes Salia. Kapitujt e tjerë që lidhen me transportin, mjedisin dhe rrjetet transeuropiane janë më problematik. Sa më shumë grup kapituj hapen me Bashkimin Evropian, aq më shumë shtohet edhe puna e Shqipërisë për të parafruar legjislacionin e saj me atë të Unionit, zbatimin në praktik të këtij legjislacioni dhe arritjen e standardeve që kërkon familja evropiane. Sipas ekspertës së integrimit Lorela Alia, në këtë grup kapitull Shqipëria ka përparim më të dukshëm në sektorin e energjisë, ndërsa ka një përgatitje të ulët në 3 kapitujt e tjerë që lidhen me transportin, mjedisin dhe rrjetet transevropiane. Kapitulli mbi energjinë është kapitulli më i avancuar, ku edhe sipas Komisionit Evropian tregon që Shqipëria ka një përgatitje mesatare dhe merr notën 3.5 nga 5, ndërkohë që 3 kapitujt e tjerë, të cilët lidhen me transportin, të cilët lidhen me mjedisin dhe rrjetin transevropian, janë më problematikët, pasi edhe sipas Komisionit Evropian tregon që Shqipëria ka një farë përgatitje dhe merr notën 2 nga 5. Gjithashtu, për sa i përket periudhës kohore 2020-2024, Shqipëria ka pasur një progres të kufizuar. Megjithatë, ky grup kapitull, ashtu si shumë të tjerë, ka disa sfida të cilat në këtë rast lidhen me mjedisin, si mos trajtimin e mbetjeve dhe zonat e mbrojtura. Sfida më e madhe do të jetë parafrimi me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht ky parafrim me standardet e Bashkimit Evropian kërkon miliarda euro investime dhe sigurisht ekspertizë të lartë për këtë grup kapitull. Gjithashtu një sfidë tjetër në lidhje me këtë grup kapitull ka të bëjë edhe me përthitjen, aftësinë tonë në fakt për të përthitur fonde nga Bashkimi Evropian për projekte që lidhen me këtë grup kapitull. Sipas ekspertes, megjithëse ky grup kapitull është më pak voluminoz se shumica e grup kapitujve të tjerë, sërish ai mbetet shumë teknik dhe do të kërkojë afate më të gjata për mbylljen e tij. Tema e sigurisë rajonale ka marrë vëmendje të veçantë në edicionin e këtij viti që u zhvillua në kryeqytet. Ministri Piro Vëngu tha se bashkëpunimi mund të prek shumë fusha duke evidentuar harmonizimin e transportit. Është mbajtur këtë të martë edicioni i 11 i Tirana Connectivity Forum. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ishte i pranishëm në një prej paneleve kryesore, ku u trajtua roli i Ballkanit Perëndimor në siguri. Në fjalën e tij, Vëngu u shpreh se Shqipëria po bën përpjekje reale për këtë nismë. Për momentin vendet e rajonit nuk kanë një sistem transporti plotësisht të harmonizuar. Mënyra se si bëjmë tregti, mënyra se si transportojmë, mënyra se si menaxhojmë logjistikën, kalimet kufitare, lloji i trenave që përdorim, lloji i hekurudhës, lloji i energjisë që konsumojmë, lloji i transportit, të gjitha këto janë një rëmujë e madhe. Një korridor mobiliteti nga perspektiva ushtarake është diçka që kërkon më shumë përpjekje nga vendet pritëse. Pra kjo ndoshta nuk është hera e parë. Nuk ka të bëjë vetëm me përfitimin e fondeve nga BE-ja. Në fakt, Shqipëria tashmë po e parandalon situatën. Ne tashmë po shpenzojmë më shumë se 400 milionë euro për tarifat hyrëse të korridorit 8 në objektin e ri të dedikuar në Porto Romano, lidhjen hekurudhore, për të treguar se kemi një interes të vërtet në këtë nismë. Ndër të tjera, Vëngu tha se NATO dhe Bashkimi Evropian duhet të investojnë në projekte konkrete në rajon. Investimi përbashkët me buxhetet kombëtare në BE dhe pse jo, edhe mbështetje financiare nga NATO në infrastrukturën e lidhjes dhe në korridorit ushtarake, ofron me të vërtet një situatë ku të gjithë fitojnë. Kjo u jep mundësi NATO-s dhe BE-s të kenë projekte konkrete, në të cilat mund të përfshihen nga perspektiva e lidhjes. Kemi bërë disa përparime sa i përket arritjes së konsensusit për këto çështje. Tashmë është momenti që angazhimi i çdo vendi të përmbushet. Në këtë panel ishin të pranishëm edhe ministri i Mbrojtjes së Bullgarisë, Atanas Zaprajanov, dhe ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Zoran Dimitrovski.
Rreth 69% e qytetarëve tanë janë pro rritjes së shpenzimeve për sektorin e mbrojtjes në një sondazh për NATO realizuar nga 32 vendet anëtare të aleancës. Qytetarët shqiptar kanë rezultuar ndër popujt më mbështetës. Në sondazhin më të fundit të NATO-s për vitin 2025, realizuar në të 32 vendet anëtare të aleancës, qytetarët shqiptar kanë rezultuar ndër popujt më mbështetës, si dhe e kanë konsideruar aleancën e Atlantikut të Veriut si garanci kyçe për sigurinë e vendit. Referuar shifrave të sondazhit, 69% e shqiptarëve mbështesin rritjen e shpenzimeve për mbrojtje, një mbështetje shumë e lartë se mesatarja e NATO-s prej 41%, ndërsa vetëm 11% janë kundër rritjes së buxhetit ushtarak. Më tej, 73% e shqiptarëve mendojnë se duhet të shtohet prodhimi në funksion të mbrojtjes për të përmirësuar aftësitë ushtarake dhe gatishmërinë, ndërsa vetëm 6% janë kundër. 91% e shqiptarëve do të votonin për të qëndruar në NATO në një referendum. Kjo shifër është shumë mbi mesataren e vendeve të NATO-s, ku 68% e qytetarëve do të votonin pro qëndrimit dhe 15% për dalje. Po kështu, 89% e shqiptarëve e vlerësojnë NATO-n të rëndësishme për mbrojtjen. Ky rezultat nënvizon besimin e fortë që qytetarët shqiptar kanë për rolin dhe misionin e NATO-s si garantues e stabilitetit dhe sigurisë në rajon dhe më gjerë. Shqiptarët vazhdojnë të jenë ndër qytetarët më besnik ndaj NATO-s. Ky nivel i lartë mbështetje konfirmon orientimin euro-atlantik të vendit. Siguria që ofron aleanca për anëtarët e saj dhe politikat e rritjes së investimeve e të prodhimit për mbrojtjen dhe sigurinë e përbashkët kanë mbështetjen e pjesës ndërmuese të shqiptarëve që besojnë tek ardhmja e NATO-s si një aleancë vlerash që eksporton siguri, paqe dhe prosperitet. Për gjatë 8 mujorit të parë të këtij viti, buxheti i shtetit është me suficit. Ministria e Financave publikoi të dhënat zyrtare për të ardhurat dhe shpenzimet, ku bie në sy një performancë e mirë buxhetore. Me rreth 40 miliard lekë më shumë të ardhura, buxheti i shtetit të këtij viti ka siguruar performancë të mirë. Ministria e Financave ka publikuar të dhënat zyrtare të 8 mujorit, ku përveç tejkalimit të ardhura bie në sy edhe një nivel shumë i lartë i realizimit të shpenzimeve buxhetore. Më konkretisht, ardhurat totale për periudhën janar-gusht të vitit 2025 arritën rreth 498.6 miliard lekë, një realizim në masën 101.4% të planit të periudhës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit më parë, u mblodhën rreth 33.9 miliard lekë më shumë ose 7.3% më shumë. Tatimet dhe doganat së bashkur për këtë periudhë kanë mbledhur 331.5 miliard lekë, nga të cilat 158 miliard lekë janë në vjelë në doganat e vendit. Në të ardhurat sipas taksave bie në sy një rritje me 1.2% për të VSH në dogana dhe 20% për të VSH në tatime, 10.4% më shumë se njëjta periudhë e vitit 2024 për të ardhurat nga akciza dhe 14% më shumë për tatimin e fitimit. Vetëm të ardhurat nga renta minerale në eksport kanë qenë në rënje. Sa u takon shpenzimeve të përgjithshme publike për periudhën 8 mujore, ata kanë qenë 457.4 miliard lekë me një realizim në masën 98.9% të planit të periudhës, ose 51.5 miliard lekë më shumë se një vit më parë. Ajo që bie në sy është se shpenzimet kapitale për periudhën kanë qenë me tejkalim konkretisht në vlerën 48.4 miliard lekë ose 101.9% në raport me fondet e planifikuara për periudhën. Ndërkohë financat raportojnë se buxheti është me një suficit në periudhën 7 mujore të vitit 2025 me rreth 41.2 miliard lekë. Interesi sipërmarrjes së huaj në vendin tonë është në rritje sipas të dhënave më të fundit zyrtare që nga muaji janar në qendërkombëtare të biznesit janë regjistruar rreth 32 rekte të reja biznesesh ndërkombëtare. Që prej fillimit të vitit 2025, Shqipëria ka shënuar një rritje të ndjeshme të interesit të investitorëve të huaj, me hapjen e 32 degëve të reja të bizneseve ndërkombëtare në vend. Ky zhvillim përbën një sinjal pozitiv për klimën ekonomike dhe tërheqjen e kapitalit të huaj, duke u parë si një hap përpara drejt integrimit më të thellë ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Pjesa më e madhe e këtyre bizneseve janë të përqendruara në ndërtimin civil dhe industrial, duke realizuar projekte infrastrukturore si rrugë, ura, tunele, porte dhe ndërtesa të ndryshme. Përveç ndërtimit, shumë prej tyre merren me restaurimin dhe mirëmbajtjen e pasurive kulturore dhe mjedisore, duke ruajtur trashëgimin dhe promovuar zhvillimin e qëndrueshëm.
Një tjetër fokus i rëndësishëm është inxhinieria dhe menaxhimi i projekteve ku ofrohen shërbime të konsulencës, studime fizibiliteti dhe asistencë teknike për investime të ndryshme, duke u siguruar që çdo projekt të jetë i planifikuar dhe ekzekutuar me profesionalizëm dhe efikasitet. Menaxhimi i pasurive të paluajtshme dhe aktivitetet e lidhura me to, si blerja, qeradhënia dhe administrimi, gjithashtu marrin një vend të rëndësishëm në aktivitetet e këtyre bizneseve. Nga ana tjetër, aktivitetet tregtare janë zhvilluar ndjeshëm duke përfshirë import-eksportin dhe tregtin me pakicë dhe shumicë të produkteve bujqësore, ushqimore, industriale dhe teknologjike. Në këtë kuadër janë bërë edhe shërbime mbështetëse për burimet njerëzore, qeradhënia e makinave, si dhe operacione të tjera të lidhura me menaxhimin dhe asistencën administrative. Përdorimi i shërbimeve qeveritare online ka shënuar një rritje të konsiderueshme edhe përgjatë këtij viti në platformën qeveritare i Albania përgjatë muajve të këtij viti. Vetëm për vërtetimet online të detyrimit financiar ka pasur mbi 189.000 aplikime. Në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e aksesit të qytetarëve dhe subjekteve në shërbime publike, platforma shtetërore i Albania ka regjistruar një rritje të konsiderueshme të përdorimit të shërbimit elektronik për vërtetimin e pagesës së detyrimeve financiare. Ky dokument, i cili gjenerohet në mënyrë automatike dhe ka vlefshmëri ligjore, u shërben individëve dhe subjekteve juridike për të aplikuar për licenca, tendera apo procedura të tjera administrative, duke eliminuar nevojën për të paraqitur fizikisht nëpër sportele dhe duke reduktuar ndjeshëm kohën e përpunimit të aplikimeve. Që nga viti 2017 janë realizuar afro 580.000 aplikime, vetëm gjatë periudhës janar-gusht 2025 janë kryer 189.290 aplikime, një tregues i qartë i shkallës së lartë të adoptimit të shërbimeve online nga qytetarët dhe bizneset shqiptare. Ndërsa përgjatë periudhës janar-gusht 2024 janë kryer 182.411 aplikime. Platforma e-Albania mbetet një mjet i rëndësishëm në modernizimin e shërbimeve publike, duke kontribuar në transparencë, efikasitet dhe uljen e burokracive. Gjithashtu mbetet një platformë që vazhdon të përmirësojë cilësinë dhe qasjen e administratës publike në funksion të qytetarit. Çdo individ mjafton të ketë një llogari aktive në e-Albania dhe brenda pak minutash dokumenti elektronik vjen direkt në profilin e tyre personal me vlefshmëri të plotë ligjore. Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Instat, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë ka shënuar një rritje prej 6.2% krahasuar me 3 mujorin e dytë të vitit 2024. Kontributin kryesor në këtë rritje ka dhënë tregtia e hidrokarburanteve. Shqiptarët kanë shpenzuar më shumë gjatë 3 mujorit të dytë të vitit aktual, duke çuar indeksin e volumit të shitjeve me pakicë në nivelin 117.1. Ky tregues shënon një rritje prej 6.2% krahasuar me njëjtën periudhë të vitit kaluar, duke sinjalizuar një gjallërim të konsumit dhe një përmirësim të ndjeshëm të aktivitetit tregtar. Edhe krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit, rritja ka qenë pozitive me 1.2%, duke treguar stabilitet dhe tendencë në rritje. Duke qenë se 3 mujori i dytë përkon me muajt e verës, duhet të marrë në konsideratë se turizmi ka peshën e tij në këtë rritje. Rritja është e dukshme edhe në tregtinë me pakicë të mallrave ushqimor dhe jo ushqimor, por sidomos në sektorin e hidrokarbureve, ku volumi i shitjeve është rritur me 10.1% krahasuar me vitin e kaluar. Ky faktor ka patur ndikim të drejtë në shifrën totale, pasi vetëm tregtia e hidrokarbureve ka kontribuar me 2.5% në rritjen e përgjithshme. Artikujt jo ushqimor kanë dhënë 2.2%, ndërsa ushqimet, pije dhe duhani kanë kontribuar me 1.5%. Ky trend përforcon idenë se ekonomia po mbështetet gjithmonë më shumë te konsumi i brendshëm. Përdorimi i rritur i hidrokarbureve mund të lidhet me një lëvizshmëri më të madhe të qytetarëve, rritje të aktiviteteve turistike dhe dinamizëm të ekonomisë në përgjithësi. Nga ana tjetër, rritja e shitjeve të ushqimeve dhe artikujve të tjerë tregon një besim më të madh të konsumatorëve për të shpenzuar, duke reflektuar një përmirësim të fuqisë blerëse. Nëse ky trend vijon, fund viti mund të sjellë një shtysë akoma dhe më të fortë për tregtinë dhe për ekonominë në tërësi, pasi rritja e konsumit përkthehet drejt për drejt në më shumë të ardhur për bizneset dhe në rritje të ardhurave fiskale për shtetin. Tregtia me pakicë si një ndër sektorët kryq të ekonomisë po tregon se pasiguria e viteve të fundit po zbutet, ndërsa shqiptarët po rikthehen tek shpenzimet me ritme më të larta. Në fund të këtij edicioni kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn.
Tu kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.